Egli tako godet sërish. Nëse të kujtohem, Egli publikon pamjet e para nga klipi i ri. Egli tako, një nga personazhet më të përfolur të edicionit të 4 të Big Brother VIP Albania, po e shfrytëzon në maksimum famën e fituar për të ndërtuar një karrierë shumë dimensionale. Pas suksesit të parë si moderatore në rubrikën Yes Day në programin e diell, Egli duket se po rikthehet aty ku e nisi, në muzikë, pasionin e saj të hershëm. Në një postim të fundit në Instagram, ajo ka ndarë me ndjekësit disa pamje që duken si pjesë nga videoklipi i saj i ri, i titulluar Nëse të kujtohem. Projekti është ende në përpunim, por pritshmëritë janë të larta, sidomos nga fansat që e kanë ndjekur që nga dita e parë në Big Brother VIP. Me një stil të veçantë dhe një prani gjithnjë më të fortë në media, Egli po ndërton ngadalë por sigurt një profil të ri artistik, që përfshin si televizionin, ashtu edhe skenën muzikore. Mbetet për të parë çfarë tjetër ka në mëngë, por një gjë është e sigurt. Ajo nuk ka ndërmend të ndalet këtu.